Krejt e kemi një dikon të thonë që me deficit kalorik humbet pesha. Po çka është deficiti kalorik? Mas pari duhet me kuptu se çka është kaloria. Kaloria është njësi maca e energjisë së trupit të cilën mund ta konsumojmë edhe shpenzojmë gjatë ditës. Nëse na konsumojmë më shumë kalori se sa na shpenzojmë, atëherë kena me shtu peshë. Nëse këto dy janë të barabarta, atëherë pesha mjetet e njëjtë, edhe nëse konsumojmë më pak kalori se sa që na shpenzojmë, atëherë ne kemi me fillu me humb peshën. Po pse bëhet përzgjedhja e ushqimit në dietë, është sepse disa ushqime të mbajnë gopur më gjatë se sa të tjerat. Ushqime të cilat kanë përmbajtje më të madhe të proteinës, yndyrës së mirë dhe fibrave të mbajnë të ngopur më gjatë, edhe kështu ne kena me konsumu më pak kalori gjatë ditës. Pra, hiç s'ka lidhje çfarë ushqimi na konsumojmë përderisa po konsumojmë më pak kalori se sa që po shpenzojmë. Ushqimet e dietës keto kanë përmbajtje të lartë të yndyrës së mirë dhe proteinës dhe kështu të mbajnë të ngopur më gjatë. E ju bëjeni follow fashën për më shumë rreth dietës keto, dietë me cilën unë i kam humb 45 kg për 6 muaj.